Finalizohet nga seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit, operacioni policor i koduar Endline për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Vihet në pranë nga një shtetas që transportonte me automjet lëndë narkotike kanabisativa me qëllim shitjen e tyre. Sekuestrohet lënda narkotike, 3 aparate celular dhe automjeti me të cilin ky shtetas qarkullonte. Seksioni për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative dhe në vijim të kontrolleve të pandëprera për goditjen e veprimtarive të palishme në fushën e narkotikëve, finalizuan operacionin policor të koduar Endline. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrant shtetasi L, 22 vjeç, banues në fshatin Babice Madhe në Vlorë. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij tip Benz, i cili drejtohej nga ky shtetas, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 216 gram lëndë narkotike të dyshuar kanabisativa, të fshehur poshtë setiljes së shoferit. Së bashku me lëndën narkotike, u sekuestruan gjithashtu 3 aparate celular dhe automjeti tip Benz, me të cilin lëvizte shtetasi L. Për rastin në fjalë, materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë, e cila do të vijojë veprimet e mëtejshme.